Vetë pyetje, po se dio që ka bërë pyetje nga motra, se ti kanë bërë pyetje, a lejohet mi bërë buzët për toks? Çka mi bë buzët? Mi rrit buzët apo mi fri buzët apo? Mi fri, po. Po internet ju çoft ju pa i fri buzën ani i bë çerat e ronda, po kur mi frini buzë ka bë bani? Po leni me to muhabete pa shallah. Leni me to muhabete për izat Zotit. Pa i fri buzën ani s'piu këshira çerja. Aja deformim, o musliman, oj motra, deformim është. Çfarë bukurie ka të frimja buzë? Çka hajde kallzon? Çfarë bukurie mi oj buzë për botë, stakfirullah, mos përshkryta se dikush me familje të këshirën. Haram është edhe pik. Allah s'pa ditë me ti maji që të buzë që ti ka kriju Allah azza wa jall. Merr me që të buzë që ti ka kriju Allah, me lexo pa Kur'an. Përmend Allahun. Kujt e mi u tokën ti me të buzë frimta ashtu? A dini se sa operacioni është duke dështuar të çështja e frimjes e buzëve. Sa gratë janë të dështuar, a dini këtë muhabet? Edhe kam lutë Allahun azza wa jall. Inshallah të çka frimja e buzëve dhe frimja silikonave në për trup çka po inojnë tash. Kupton ku do të thonë? Inshallah krejt dështojnë ya rabbal alamin. Mende frini shpirtat pak me Islam, o ju motra. Frini shpirtat me Islam, Allah në xhenat ju qoftë. Keni frikë Allahun azza wa jall. Mos rrini gjithë ditën duke shih televizore, lloj programet, lloj pa feve atjene, mos hin detale. Pra haram është edhe krim muhabeti. Sepse ndryshim i kreaturës Allahut, atë çka e cek ajeti kuranor, se shejtani ka thonë që do t'i urdhoj që me ndryshuar kreaturën e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: "Men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum." Kush ju përngjet çafirka ose një popull tjetër, ajo pitynve. Kanë përngjashmëri. Na kemi haram edhe veshën me veshën, sikur ato e komi bon na udhë bila bust. Nuk e di ka dul çka puna e buzëve. Muslimon ka me hijab i frim bust. E mos tonë se ne çena na udhë bila. Allah është problem. A gjo me se këshirë komentar, këshirë mua gjo. A je mirë gjo? Një pipërceli ka pak se po del të një sikur e të herë, afton edhe tani mas se asër tash anë zë motorin. A gjo. Femi ose fare nësë kështë një komentet, unë e kam në tëtë, po shkaj të pytja nëmë. Hoxha, gruja ime e shikon Big Brother dhe që e shetë me ta, a bën unë të heq televizorin krejt nga shpia sepse kam frikë. Plotësisht unë pajtona me ty. Si ti zgërdhin syt gjithë ditën në televizor në Big Brother, ato ketë lakurisht të uvesh atje më fashme të bon gjeste të shumtuara, plotësisht mëra televizor theje. Sa thejet familja, thejet televizorin. Se herë do kura e familja thejet. Ma në me këtë fjali. Për neve shtë familja është marë shtrejtë se një plastik. Thejet televizorin, heke televizorin për shpijës, asë më së shqit bile. Asë më së shqit bile. Heke për shpijës, sa s'tu ka thije familja. Qka li bë këshira e në Big Brother? Qka ne këshira ti? Qka ndëgjon ati? Hajde për i zatë zotit bëhu një ferë, sa jam të nga përcil nuk e di, se se njoftë ka. Vesh një sepi thëmë, hajde për i zatë zotit bëmani një veç një qeshtje pozitive të qejo Big Brother, qka konta? Qishme me, une, ka njerë do s'kena për isho kalim të vëlloj, pasha Allah në kurse këshiri, pasha Allah në shë e ka zbit Kurani Kerimin, kor! Ama ka njerë kalim të jena për lokale, jena për dëqone, jena për dishka. La ilaha illallah, që ta munal me këshira? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kur jo, nuk e bëjnë ata. Haram është edhe pikë. Nuk më ndëgjohesh fatë mirë. Dhe këna mikrofon. Allah është problem. Allah është problem. Hoq, a kanë hoxalarët faj që po thojnë nusja se ka oblikim me i dëgju, me i respektu vjerien. Unë nuk e përkraj këtë mendim të hoxalarëve. Kja kushka e di për ka bo fjallë. Kam respekt, e i du, mirë po këtë që to e ka gabu se ka qilluar. Këtu ja ka hap derën ati në mërzilavçeve, edhe aty në shkanë mendje mëdhoja, se unë s'ta kam t'i borç me të këshirë dhe ku e di qka. Mos harrojmë, se në momentin, në momentin, kur
ti ban kuror me gryen tënde, faktikisht ti oj vajz, me babën e qëti gjallit, burrit tënd, faktikisht e ki haram martesën, sepse ai bëhet në vend babës tënd, përzihet gjaku. Përzihet gjaku. E mirë, pse ti nuk ke pas ke obligim respektin? A e vjerri, a vend babës tënd, s'po thon ban duje sa babën tënd, se s'duhet sa baba jot, ama të pakti respektin banja. Pakti respektin banja. A e ka obligim ose ka obligim? Ne jemi njerëz, edhe në rrugën nuk e kam obligim dikujna me respektuan, por unë jam musliman, edhe duhet ta tregoj vetën që jam një njeri musliman me epitetet e larta, ku në rrugën e kam obligim me respektu një plak ose një plak, e në shtëpi tonë dhe ati babën e burrit tant, edhe ajo grue, gone mirë këtë djali që po them, ajo grue shka për një me e don burrin e vet, ja respekton edhe prindin e vet. Ajo grue e cila se don burrin nuk e do as vjerrin. Qa ka të keqe të vjerri? Qa ka të keqe, qka? Kuptohet, po flasë për një vjerë i cili është në Zotit është njeri, me tiparët e njerëzillëkit, është fetar, është plak, po dhe ti ke mu plak nesër. Kush nuk ka lindën i ri, as kush nuk ka plak drejt. Këti kemi kalu fazët e familji, foshës, familjes, të rritë lokët të një shkojmë ka pleçnia, që unë jam të shkoj ka pleçnia, nesër me arra e eme, me ka ketë mundi që ka kam bëftuar dhe me më qitë mu e brina, të unë e sën qëtë brina. Nuk jam diktator, ama nuk lehem me mbërbus. Nuk jam diktator, pasha Allahun e qabës, ka me respektun maksimum, pasha Allahun e qabës, tu ju baj bije, pasha Allahun shka ka zbit këtë libër, që, Kurani Kerimin, me Kurani Kerim po bajt bije ndorë, 28 vjet i kam martes me kryen tem, pasha Allahun a lot 2 fjalë që kam ndru me ta, pasha Allahun kur se më përlo me ta, edhe pse jam tip ushtarak, edhe pse jam tip i sart, po nga i grues jam i dopt. Pse jam i dopt? Jo që i frigohem, po e respektoj. Ama njëkohësisht e du dhe me rejen që shtu. Nuk jam i dhun shumë, ama bash edhe me malak qafër nuk lejoj. Po shbektesh e merr vesh. E ati hoqës da i thojmë, ti vetë je duke u plakën, që ta shë edhe pak kap ti i pleçnia, ta shobi kur t'kishe nevoj për një got uj, se edhe gruja plakës bashkë me ty, edhe gruja plakët, edhe ti pritën mi thonë pristonoj grua qume për ma një got uj, se t'ven gjuna, edhe ta shobi se të shtanë më, se jam i bindur që ki mu tërheshti për asaj fetvaja. Jam i bindur, ama vonë ka me të mose, fetvaja të ka shpërndama, nuk ka s'dash më gutën, ka gabuën tërheqë dhe kam gabuën, pra du reja jeme të më respekton, se nuk i thanë durë të më bëni gotë ujë. Ani ti jeton veti, edhe pse më mira me jetu me prind, ani që s'po mundës jeton veti, ama respektin ma ban, eja të shpija të një herë, këshirat vjerën tënde, a ka nevoj pak me indimu se ti e reja a plak, që ajo vjerë ajo të të ka rriqat burë tëndin. A mës hara, se qështë tja bash të bojnë, kja një borshka kur plak është ti e reja jo të ka me të mëmasë. Allah i di mas mirti. Allah është problem. Allah është problem. Na planismi me pyetjet e tona. Nuk do ta lodhi shumë me hoxhën se Allah më ligjëron të çëshme. Hoxha shkojnë me pyetjen e parë. Plasët tonë po thojnë, "Hoxh, pse kur dol televizori, plasë thojnë na ka hi dhe shejtani shpe." Kështu e vëllezër dhe motra. E kam një kërkesë të ju në përgjithësi. Për i sa të Zotit fjalët e pleqve mos i gjunin në kotë, sa ata kanë qenë të menqër. Ata kanë qenë të menqër. Ata kanë qenë larg pamës. Kanë qenë larg pamës. Një prej larg pamësisë është që përmes televizorit, përmes mediave që ka e cekëm një pikë shumë e rëndësi, është që kanë arritur me ne degeneru dhe shkatru familjet e tona. Sa gjunoj bëhen përmes televizorit, kallëzoni. Sa gjunoj bëhen përmes kanaleve televizive, ama të bëhemi fer. Sa shkatrimi i të rinjit dhe të rejas bëhen përmes televizorit dhe përmes mediave. Unë nuk e ceka rasisht pra punën e mediave. Pika e dytë e cila ka shkatru një shoqëri është përmes mediave. Media që dëbërtojnë përmes televizorit. Edhe kanë hub marrën. A që besa është marrë, sot e ceka, sot a ishte gjumo, po. Edhe isha me një vend para një kohës, me një restorant, ina me ngronë dhe bukë. Edhe dula vëllaj, e lëshu një muzikë,
me do fjalë që kam vikem turp, unë isha me gruaja, isha ati me fëmijë. 3 fëmijë kam. Vallahi edhe bilaj dulëm jashtë, se turp. Qysh, para çikës teme, para gjalit tem, para gjemve të mi, me miniun ato fjalë. Del ati për shembull 80% lakuriç. Edhe kukuq që thotë shkrim në televizor. Del qyshit pianeci del ati, qyshit narkomoni del. Pianeci del ati të shatë men, edhe qika jote e ngon atë pianec. A i jep edukata? Pa s'ka edukat për veti, a sa moral. A e del lakuriq ati, gjalli jo 18 ati, a e lakuriq 90% trupin e ka qvesh, edhe gjalli edhe qika e këshyrin. Pra, për një me, televizori është bo një put, në e thëmë kështu, a bo një put i cili po adhrohet për shpirët e muslimanve. Allah në rritë për tina. Allah është problem. Faria, në këtë një komentet, unë e kam pyetjen e fundit, kam arritë e një majta. Hoxha, kanë bo pyetje prend. Hoq, si të mbroj fëmijët e mi nga lajmet e rrejshme në TV dhe prishja e moralit. Po shohin televizor, si ti ruaj fëmijët e mi. Vallaj be nderuar, kjo është pyetja më e rëndësishme dhe më e dhimbshme. Kjo është pyetja më e rëndësishme dhe më e dhimbshme. Unë po ju them për hir të Allahut, këtë informacion kur se ka zbuluar. Para 15 viteve mund patalltiren imam në Zvicër. Nuk kam shkuar. Pasha Allah më kanë thirrë imam në Suedi, në Göteborg. Nuk kam shkuar. Më kanë thirrë imam në Finland, nuk kam shkuar. Jo që kam pasën pare, kam pas këtë. Pasha Allah në jam tutën, se vjen dita më rritën fëmijët, më dali për kontrola se s'kam të shështi. Edhe këtu të na nuk është bo letë. Po prap këtu të na është pak balet. Prap të na është balet. Pak për një me ju fresku pak. Ka njëherë kam të pacienta edhe sidomos përëndimit ku po vinë të pak ma të lasdruma, se po mendojnë se këto ma përëndim. Unë për thëmë këtu të ne nuk është përëndim. Edhe në përëndim aqe kur bojmë rukje, unë nuk shkoj fort se pritoj, se ne kri o punën ciku që shduhet. Se ka njerë ka disa prej gjinve shka duhet mi u përdur pak edhe sart, pak mi u përtit, mi u ngrit zërin. Edhe që s'mujt është, se jo në dëgjot, zoni, jo, kushia, jo, kjo të lejmëron policit, që se 100.000 belaja. Edhe më ka kërstu edhe kry muhabetit anë ti, ma shkojnë për gjyqe. E këtu të na, kur vinë këtu të na, edhe bojnë thëme, këtu pak ma ka dales. Se këtu ta shkulli veshin edhe që pas parët si jep. Pse? Se të na pak më ndryshe. Ama ju jeni ma brapametëm. Ma mirë t'jem pak më brapametëm edhe ma afër dinit Allahut, se sa me atë civilizimin e ju shka po a impunojnë juve me dashtën qenin ma shumë se babën. Kështu që është vështirë, kujdes të mediat. 2 gjërat fëmijëve rujeni. Mediat edhe shkollën. Shkollën se kiti ndorë, së një mon kur gjo, unë e di. E taj ta merë mëngjes, po e di e shka e mësona gjë, teri mbromje. Ndrejk vjen pushon pak, e hanë me pin, edhe apë mazit e shkon në rrimin e dytë shkollë. Me një fjallë, kur vjen mbromja, është i lot, berë flan dhe du të me shkone e zë mëngjes. Apëtan, është fështirë. Por, prapë ju them juve, të paktën e të paktës, arabisht është definicioni në usul fik thot ma la yudrek kullahu la yudrek gjullahu. Në shka nuk arritet e tëra, nuk lijet e paktat. Paktat çka me bon, pra ju burrat shtrëngoni rrypat, punoni mirë, gratë leni të shtëpia në të punojnë me fëmijët pak më shumë. Se nëse edhe gratë i qitni për shtëpisë, fëmia ju ka met rrugëve. Nesër ai fëmijë kur t'i bën 18 vjet mos u habit, ai fëmijë nesër me pasën atë edukatën ose me pasën ato mendimet e perëndimit të kështu me radhë. Allah di mas mirë. Allah është problem, barakallahu fik. Allah është problem. Hoq, a kanë hoxhalore të faj që po thojnë nusja se ka oblikim me i dëgju, me i respektu vjerien. Unë nuk e përkraj këtë mendim të hoxhallarëve. Kja kushka e di për ka bon fjallë. Kam respekt, e i du, mirë po këtë qëto e ka gabu se ka qëlluën. Këto ja ka hap derën ati në mërzilavqeve, edhe ati në shkajnë mendje mëdhoja, se unë s'ta kam t'i e borsh me të këshirë dhe ko i di qka. Mos harojmë, se në momentin, në momentin, kur ti ban kuror me gryen tënde, faktikisht ti oj vajs,
me babën e qëti gjallit, burrit tënd, faktikisht e ki haram martesën, sepse ai bëhet në vend babës tënd, përzihet gjaku. Përzihet gjaku. E mirë, pse ti nuk ke pas ke obligim respektin? A e vjerri, a vend babës tënd, s'po thon bane duje sa babën tënd, se s'duhet sa baba jot. Ama të pakti respektin banja. Pakti respektin banja. A e ka obligim ose ka obligim? Ne jemi njerëz, edhe në rrugën nuk e kam obligim dikujna me respektuën, por unë jam musliman, edhe duhet ta tregoj vetën që jam një njeri musliman me epitetet e larta. Ku në rrugën e kam obligim me respektu një plak ose një plak, e në shtëpi tonë dhe ati babën e burrit tënd. Edhe ajo grue, ngone mirë këtë djali që po them, ajo grue shka për një me e don burrin e vet, e ja respekton edhe prindin e vet. Ajo grue e cila se don burrin nuk e do as vjerrin. Çka ka të keqe te vjerri? Çka ka të keqe, çka? Kuptohet, po flas për një vjerr i cili është në Zotit, është njeri me tiparet e njerëzillëkit, është fetar, është plak, po dhe ti ke mu plak nesër. Kush nuk ka lindën i ri? As kush nuk ka plak drejt. Krejt e kemi kalu fazët e familji, foshës, familjes, 3 lokët tani shkojmë ka Pleçnia, që unë jam të shkoj ka Pleçnia, nesër me arra e eme, me ka ketë mundi që ka më këtu edhe me më qitë mu e brina, te unë e sën qëtë brina. Nuk jam diktator, ama nuk lejem me mbërbuz. Nuk jam diktator, pasha Allahun e qabës, ka me respektu në maksimum, pasha Allahun e qabës, tu ju baj bije, pasha Allahun shka ka zbit këtë libër, që, Kurani Kerimin, me Kurani Kerim po bajt bije ndorë. 28 vjet i kam martes me kryen tem. Pasha Allah në Allah 2 fjarë që i kam dru me ta. Pasha Allah në kur se më përlo me ta. Edhe pse jam tip ushtarak, edhe pse jam tip i sart, po nga i grues jam i dopt. Pse jam i dopt? Jo që i frigohem, po e respektoj. Ama një kosisht e du dhe me rejen që shto. Nuk jam i dhun shumë, ama bash edhe me malak qafër nuk lejoj. Ko shbektesh e merr vesh. E ati hoqës da i thojmë, ti vetë i duke u plakën, që ta shë dhe pak kap ti i Pleçnia, ta shobi kur t'kishe nevoj për një got uj, se edhe gruja plakës bashku me ty, edhe gruja plakët, edhe ti priton mi thonë kryes tonoj gruja qume për ma një got uj, se t'ven gjuna, edhe ta shobi se të shtonë më, se jam i pitur që kimu të reheshti për asaj fetvaja. Jam i bindur, ama vonë ka me të mose, fetvaja të ka shpërndama, nuk ka zdash më gutën, ka gabuën të reheshti dhe kam gabuën, pra du reja jeme të më respekton, se nuk i thanë durë të më bëni got uj. Ani ti jeton veti. Edhe pse më mira me jetu me prind. Ani, që s'po mujtës jeton veti. Ama respektin ma ban. Eja të shpilja të njëherë, këshirat vjerën tënde, a ka nevoj pak me indimu se ti e reja a plak, që ajo vjerë ajo të të ka rriqat burë tëndin. A mës hara, se qështë kja bashkë të bojnë, kja një bërshka kur plak është ti e reja jo të ka me të bo mazë. Allah i di mas mirëtje. Allah, është problem. Hoq, disa thonë, ma kaloj me mbojt një qenë në shtëpi, se me pas fëmi prej nga ergjë mendimi kështu. Kjo është ideologjia e anti-njerëzimit. Ideologjia e anti-njerëzimit. Pra ata të cilët dojnë të shkatrojnë njerëzimin, pra i japin përparësi qenit. Kështu që na nuk kemi kundra qenit. Qenja është një kafshë që ka kriju Zoti, ka shpirt, ama ajo ka vendin e vet. Sikur unë shka nuk e kam vendin të vendi qenit, edhe qeni se ka vendin e vet të une. A ka kuptim na me shku me jetu të ato vendet e qenve? Jo, s'ka kuptim, po pse atë ka kuptim qeni marrë të vendi unë? Ajo ka vendin e vet, ajo ka botën e vet, ne kena botën tonë dhe krim muhabeti. Nuk mundet. E dyta, qeni në Islam është ndaluar. Qeni në Islam ndalohet të ruhet, përveç në 2 raste. O për gjujtje, o për rujtje. Ka në mirë, qysh për gjujtje? Në gjujti, gjujtari ka drejta me pas një zagar. Mirë po me kusht edhe që i zagari mu ko një mësum. Se qdo zagar së mundet më po zagar. Zagar duhet me kry kur se i dim të ato gjujtartë. I morin, i trajnojnë mirë, i bojnë trajnime të forta, tërsa të bojnë taj qeni gjujtarit, mësohet. O për gjujtje, o për rujtje. Qysh për rujtje? Për shumë ki një plac, ki rrezik, mundet me hin dikushi me dëmtuan, ose ki bakti, ki dele, ki lop, ki kujt diçka, mundet dikushi me dëmtuan, qeni i ruan.
O për gjujtje, ama jo me shtitë të dhoma e ku flan ti, me vlet me ty bashkë. Pa qeni ruhet në ty raste, për gjujtje, për rujtje. E jashtë këtine nuk ka arsye. E sikur ju shka i runa gjo, ose shka runa tash të tritë ose të trejet me rujt një qenë për shkak të lasdrive të tyne, kjo është haram. Në atë shpi, shka ka qenë nuk hin me lajket. Në atë shpi, shka ka qenë nuk hin me lajket. Dikush do të hosh për na pi pastrujnë be qenë, t'i lojnë me shampona, ka lojnë shampona. Nuk është problemi të likura e qenit, problemi është e liga e qenit. Qeni ligën e ka shumë të fort. Nëse në një gotë, në një emë, që to, pe qeni uj, duhet këtë gotë be e lojtën 7 herë ose 9 herë. Du më thonë, një pre herëve 7 ose 9 duhet më lojtë edhe me dhe. Pse? Se liga e qenit është e fort shka që deporton këtë dhe statë be asë gjonë. Përvec se me dhe. Përvec se me dhe. Du më thonë, nuk ka problemi të likurat, të likurën për jalon me shampone, me detergjente, me kojt diçka. Problemet e liga e qeni se aja është i dëmshëm edhe pik, nuk lejo dhe asë një mënyrë. Se s'ka arsye, në qatë shpi, në qatë banes, shka ka qenë, aty nuk ka me lajket Allah të zogjel. Vazhdojmë. Allah e të shpërblet, o gja. Allah e shpërblet. O gja, e kam edhe një pytje, po se di e kupton ajo, unë e penetroj. Unë fali namazin, a me lejohet e vënoj, qerpik, artificial alf. Spari, vendimi i qerpikve në islam është haram. Për shembull, se kjo ndryshon kreaturën e Allahut. Allahu as ka dit pak bi zjatër për qerpikta? Është interesant me femnat. Dhe të lexoj një ajet kuranor. Ka Allahu subhanahu wa taala ka cek para 1400 sa viteve. Femrat nuk kanë lënë gjo pa ndryshu trupin e tyne. Sikur kur Allahu s'ka dit mi bo që është mira, edhe këto kanë ndërhin të kreatura Allahut. Mirë po kjo është gjesti shejtanit të mallkum. Mos na vije keq. Allahu Azza wa Jall e përshkruan fjalën e shejtanit i cili thotë: "Wala udillannahum wala umniyannahum wala amrannahum falyubtikunna adhan al-an'ami wala amrannahum falyughayyirunna khalqa Allah wa man yattakhidhi ash-shaytana waliyan min duni Allah faqad khasira khusranan mubina." Çfarë do thotë kjo? Unë mirë, ju të cilët çdo gjymtyr trupit e deformuat. Allahu po thotë se shejtani ka thonë do të i shmangin nga e vërteta, do të i bëjë që të shpresojnë në gjëra të kota. Ajet kuranor është kjo. Suratul Nisa ajeti 119. Kjo në mirë në Kuran, Suratul Nisa ajeti 119. Pra, edhe një apë përsërit. Do të i shmang nga e vërteta, do të i bëjë që të shërbejnë në gjëra të kota, do të i urdhëroj që ata të i shqyjnë veshët e baktive. Do të i urdhëroj dhe ata do të i shumëtoj krijesat e Allahut. Do të ndryshojnë krijesat e Allahut. Wala amrannahum falyughayyirunna khalqa Allah. Do të urdhëroj që ato mi ndryshuan. Çish mi ndryshuan? Allahu i ka dhënë flokt e mira, këto nojnë perika. Do të thonë Allahu s'ka ditë mi shkurt mi s'ka flokt, ti non perika më të gata. Allahu të ka dhënë vetlat e mira, ti hek vetlat edhe i çon të përpet. Kjo tash pe ku po shkres, më mirë. Flokt po i zgat. Vetlat po i ndryshon. Qerpikët po i rrit. Hundën po i ngren. Bus po i frin. Fashët po i ngjiros. Qafën pe të të irat. Gishtat po i lin me llak. Më falni shpreje, më falni ndërhirjet në për vendin turpshme, me lloj silikoni, me më dok ma ku e di çka une, se diku isha me familje. O me lloj silikoni, kuptoni çfarë do të më thonën? Teri te kom ta gjë, teri te gjuj, më falni gishtat e komve, u bojnë ndërhirje. Ka ndryshim kreaturës Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë se Allahu i mallkon ata të cilët ndryshojnë kreaturën e Allahut. Çfarë bukurie keti mi patën më doksi, na u dhëbila si dreç. Allahu ti ka dhënë sy, mjafton. Pëlqeu me krijimin e Allahut. Mirëmbajt trupin tanë, se nuk jam kundra mirëmbajtjes, astaghfirullah, hasha lillah, sidomos gjinja femrore, kanë qef, në rregull, ama mos ndrysho. Mos ndrysho. Allahu ta ka dhënë hundën ç'ish duhet, moaje çat hund. Mos kam i fri buzët.
Halaju nuk jeni të e ditë se sa pasoja ka me i fri buzët, sepse shkepët, më në këtë fjali që po them, shkepët likura prej nervave që to, ajo mu nuk e ndinë as toftin, as nxetin, as dashurin, as kur gjo nuk njën. Sepse shkepët aj senzori, nëse më lejot me thonë atë gjuhën tash teknologjisë bashkore, senzori i cili të regon ti nxetin, ftoftin, kuj diçka, po këto është këputën. E qere, për shka, mu duk ma e bukur, kolla me duk ma e bukur rrugës. Edhe unë shpesh i tomë disave, ju të shpija katastrofë rëni, era kuzhinë, era gulashe edhe kuj diçka, edhe kuj, kur dalin jashtë, 2 orë duhet të regulohen. Kuj në pi regulosh? Kuj në pi regulosh? Kuj në pi parfimosësh? Të qertë me një erën e mirë të ndën? Se jam kundra parfimit. Blej parfimin më të mirë. Blej shminkat më të mirë. Blej fustanat më të mirë. Blej veshën më të mirë. Ama për të shpia jote të burri jote. E jo burzivi punuar që jenë në baushtel, ti këto shminkohet dhe në rrugë. Kujna? Kujna? Edhe kur vjen burri pi baushtelës, priton ti një kaqërë bukë mja maruri, thua, shko blej një sandviqe të një turk restoran ose të një arab restoran. Blej një sandviqe dhe ka përcaj se s'kam kohëne. Ku keve gjithë ditën, po me shoqër në kesh. Ka nuk kam altkima. Për ata, vëndumja e qërpikve në sy është prej harameve, sepse është prej ndryshimi kreaturës Allah të zogjel. Allah i di më smirti. Allahi të shpërblet. Gjëmat, aleikum selam, si po jep një selam. O gjë Allah i shpërblet. Na planismi me pyetjet e tona. Nuk të lodhi shumë në hodë, se Allah në gjërat të qëtshme. O gjë shkojna me pyetjen e parë, pleqët e tonë posojnë, hoq, pse kur dol televizori, pleqët thojnë na ka hi dhe shejtani shpe. Këshën e vëllezër dhe motra, e kam një kërkesë të ju në përgjithësi. Për i sa të zotet fjalët e pleqëve mos i gjunin në kotë, se ata kanë qenë të menqër. Ata kanë qenë të menqër. Ata kanë qenë larg pamës. Kanë qenë larg pamës. Një prej larg pamësisë është që përmes televizorit, përmes mediave, çka e cekëm një pikë shumë e rëndësi, është që kanë arritur me ne degeneru dhe shkatru familjet e tona. Sa gjunoj bëhet përmes televizorit kallëzoni. Sa gjunoj bëhet përmes kanaleve televizive, ama të bëhemi fer. Sa shkatrimi i të rinjit dhe të rejas bëhet përmes televizorit dhe përmes mediave. Unë nuk e ceka rasisht pra punën e mediave. Pika e dytë e cila ka shkatru një shoqëri është përmes mediave. Media që të bërtojnë përmes televizorit. Edhe kanë hub marrën. A që shpesa është marrë, sot e ceka, sot a ishte gjumo, po. Edhe isha me një vend para një kohës, me një restorant, ina me ngronë dhe bukë. Edhe dula vëllaj, e lëshu një muzik, me do fjallë që kam vikem turp, unë isha me gruje, isha ati me fmi, 3 fmi kam. Vëllaj edhe bilaj dulem jashtë, se turp. Qysh, para qikës teme, para gjallit tem, para gjemve të me minjun atë fjallë. Del ati për shembull 80% lakuriq. Edhe kukuq që thot shkrim me televizor. Del qyshit pianeci del ati, qyshit narkomoni del. Pianeci del ati të shatmen, edhe qika jote e ngon atë pianec. A i jep edukata? Pa s'ka edukat për veti, a sa moral. A e del lakuriq ati, gjalli jo 8 vet ati, a e lakuriq 90% trupin e ka qvesh, edhe gjalli edhe qika e këshyrin. Pra, për një me, televizori është bo një put, unë e thëmë kështu, a bo një put i cili po adhrohet dhe për shpirët e muslimanve. Allah në rritë për tina. Allah është problem. Harja, në këtë një komente, kënë e kam pyetjen e fundit, kam arrit e një majta. O gja, kanë bo pyetje prend. Hoq, si të mbroj fëmijët e mi nga lajmet e rejshme në TV dhe prishja e moralit. Po shohin televizor, si ti ruaj fëmijët e mi. Vallaj be nderuar, kjo është pyetja më e rëndësishme dhe më e dhimbshme. Kjo është pyetja më e rëndësishme dhe më e dhimbshme. Unë po ju them për hir të Allahut, këtë informacion kurse kam zbuluar. Para 15 viteve më pa të thirrën imam në Zvicër. Nuk kam shkuar. Pasha Allah më kanë thirrë imam në Suedi, në Göteborg. Nuk kam shkuar. Më kanë thirrë imam në Finland, nuk kam shkuar.
Jo që kam pasën pare, kam pas këtë. Pasha Allahun jam tutën, se vjen dita më rritën fëmijët, më dali për kontrola se s'kam të shështi. Edhe këtu të na nuk është bo letë, po prap këtu të na është pak ma letë. Prap të na është ma letë. Pak për një me ju fresku pak. Ka njëherë kam të pacienta edhe sidomos perëndimit ku po vinë të pak ma të lasdruma, se po mendojnë se këto ma perëndim. Unë pjethëm këtu të ne nuk është perëndim. Edhe në perëndim atje kur bojmë rukje, unë nuk shkoj fort se pritoj, se ne kri o punën ciku që shduhet. Se ka njerë ka disa prej gjinve shka duhet mi u përdur pak edhe sert, pak mi u përtit, mi u ngrit zërin. Edhe që s'mujt është, se jo në dëgjot, zoni jo, kushia jo, jo kjo të lejmën policit që se 100.000 belaja. Edhe më ka kërstu edhe kry muhabetit anë ti, ma shkojnë a përgjigje. E këtu të na, kur vinë këtu të na, edhe bojnë thëme, këtu pak ma ka dales. Se këtu ta shkulli veshin e hiq pas parës si jep. Pse? Se të na pak më ndryshe. Ama ju jeni ma brapëmetëm. Ma mirë t'jem pak më brapëmetëm edhe ma afër dinit Allahut, se sa me atë civilizimin e ju shka po a impunojnë juve me dashtën qenin ma shumë se babën. Kështu që është vështirë, kujdes të mediat. Dy gjërat fëmijëve rujeni. Mediat edhe shkollën. Shkollën se kiti ndorë, së një mon kur gjo, unë e di. E taj ta merë në mëngjes, po e di e shka e mësona gjë, teri mbromje. Ndrejk vend pushon pak, e hanë me pin, edhe apë mazit e shkon në ndrimin e dytë shkollë. Me një fjallë, kur vjen mbromja, është i lot, berë flanë dhe du të me shkone e zë mëngjes. Apëtan, është fështirë. Por, prapë ju them juve, të paktën e të paktës, arabisht është definicioni në usul fik thot ma la yudrek kullahu la yudrek gjullahu. Në shka nuk arritet e tëra, nuk lijet e paktat. Paktat çka me bon, pra ju burrat shtrëngoni rrypat, punoni mirë, gratë leni të shtëpia në të punojnë me fëmijët pak më shumë. Se nëse edhe gratë i qitni për shtëpisë, fëmia ju ka met rrugëve. Nesër ai fëmijë kur t'i bën 18 vjet mos u habit, ai fëmijë nesër me pasën atë edukatën ose me pasën ato mendimet e perëndimit të kështu me radhë. Allah di mas mirë. Allah është problem. Barakallahu fik. E vëjta pyetje, po se di që ka bërë pyetje nga mota, se di kanë bërë pyetje, a lejohet mi bërë buzët për taks? Çka mi bën buzët? Mi rrit buzët a Mi fri buzët apo? Mi fri, po. Po në ju çoth ju pa i fri buzën ani jeni bo çerat e ronda, po kur mi frini buzë ka bumani? Po leni me to muhabete pa shallah. Leni me to muhabete për izat Zotit. Pa i fri buzën ani spiu këshirë çerja. Aja deformim, o musliman, oj motra, deformim është. Çfarë bukurie ka të frimja buzë? Çka hajde kallzon? Çfarë bukurie mi oj buzë po në stakfirullah, mos përshkruajta se dikush ka me familje të këshirën. Haram është edhe pik. Allah s'pa ditë me maji çato buzë që ti ka kriju Allah azza wa jall. Merr me çato buzë që ti ka kriju Allah, merr lexo pa Kur'an. Përmend Allahun. Kujt më ju dokën ti me ato buzë frinjta ashtu? A dini se sa operacioni është duke dështuar të çështja frymja e buzëve. Sa gratë janë të dështuar, a dini këtë muhabet? Edhe kam lut Allahun azza wa jall. Inshallah të çka frymja e buzëve dhe frymja silikonave në për trup çka po inojnë tash. Kupton e ku po do të thonë? Inshallah krejt dështojnë ja Rabbul Alamin. Mande frini shpirtat pak me Islam, o ju motra. Frini shpirtat me Islam, Allah në xhenat ju qoftë. Keni frikë Allahun azza wa jall. Mos rrini që ditën duke shit televizore e lloj programet, lloj pa feve atjene, mos hin detale. Pra haram është edhe krim muhabeti. Sepse ndryshim i kreaturës Allahut, atë çka e cek ajeti kuranor, se shejtani ka thonë që do t'i urdhëj që me ndryshuar kreaturën e Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men tashabbaha biqawmin fa huwa minhum." Kush ju përngjet qafirka ose një popull tjetër, aja pitynve. Kanë përngjashmëri. Na kemi haram edhe veshën me veshën, sikur ato e ku mi bon naudhu bila bust. Nuk e di ka dul çka puna buzëve. Muslimon ka me hijab i frim bust. E mos tonë se ne çela naudhu bila. Allah është problem. A gjo, me se këshirë komentat, këshirë mua, gjo. A je mirë, gjo? Pi përcjeli ka pak se po del të një sikur aja të herë, apëton edhe tani mas
Se asër tash anë zë motorin. Hoxha, fëmija ose fareja nes, këshini komentet, unë e kam në tëtë, po shkaj të pyetja nëmë. Hoxha, gruaja ime e shikon Big Brother dhe qeshet me ta, a bën unë të heq televizorin drejt nga shtëpia sepse kam frikë. Plotësisht unë pajtona me ty. Si ti zgërdhin syt gjithë ditën në televizor në Big Brother, ato ketë lakurisht të uvesh atje më fash për të bon gjeste të shumtuara, plotësisht merra televizor theje. Sa thehet familja, thehet televizorin. Se herë do kura e familja thehet. Ma në me këtë fjali. Për neve të familja është më shtrejtë se një plastik. Thehet televizorin, heke televizorin për shpijës, as më së shit bile. As më së shit bile. Heke për shpijës, sa s'tu ka thirrë familja. Çka li bë këshira e në Big Brother? Çka ne kanë këshira atje? Çka ndëgjon atje? Hajde prisat Zotit bëhuni fer, sa janë tu na përcjell nuk e di. Se s'e njoft. Veç disa pjetëm, hajde prisat Zotit bëmani një veç një çështje pozitive të çajo Big Brother. Çka konta? Çish me unë kanë ardhur skena po i shoh kalimthi vallahi. Mashallah kur se këshiri. Mashallah sa ka zbrit Kurani Kerimin. Kor. Ama kanë ardhur kalimthi janë për lokale, janë për dyqane, janë për diçka. La ilaha illallah. Çata munal me këshira? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kur jo, nuk e bëjnë ata. Haram është edhe pikë. Nuk më ndëgjohesh Fatmir. E kena mikrofon. Allah ish problem.